Republika e Maqedonisë së Veriut nuk I përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit të qenjeve njerëzore. Thuhet në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e qenjeve njerëzore në botë për vitin 2025. Në raport thuhet se vendi ka pasur përpjekje për të përmirësuar, por akoma nuk ka arritur në nivelin e duhur. Këtë përpjekje, sipas raportit, përfshin hetimin e më shumë rasteve të dyshuara të trafikimit dhe ndjekjen penale të më shumë të akuzuarve. Dash thot se janë dënuar më pak trafikant dhe se prokuroria nuk ka resurse të mjaftueshme për të zgjidhur çështje të cilat bien nën kompetencë të saj. Disa oficer policor dhe prokuror vendas nuk I referuan rastet e mundshme të trafikimit me njerëz te grupi punues për luftë kundër trafikimit të njerëzve, ose tek prokuroria dhe shfrytzuan akuza për shkelje me dënime më të buta për ndjekje të trafikimit me njerëz. Gjithashtu, qeveria nuk ka ndarë fonde për ekipet mobile që identifikojnë shumicën e viktimave të mundshme çdo vit, pavarësisht obligimit për ta bërë këtë. Në raport thuhet se për shkak të kontrollit jo konsistues nga policia lokale dhe disa zyrtar kufitar, autoritetet nuk kanë marrë masa efektive për të parandaluar ndëshkimin e papërshtatshëm të viktimave të mundshme për akte të paligjshme të kryera si rezultati drejt për drejt I trafikimit të qenjeve njerëzore. Dash rekomandon më shumë përpjekje dhe kujdes në këtë çështje. Duhet të ndahen burime të mjaftueshme për të mbrojtur viktimat, duke përfshirë ekipe mobile të identifikimit, strehimore të për viktimat e trafikimit dhe mbështetjen për shërbime të specializuara për viktimat e rritur me shkuj. Dash në raport ka potencuar rekomandime për përmirësimin e situatës në RMV, duke përfshirë hetim të fuqishëm, ndjekje penale dhe përpunim të krimeve që lidhen me trafikimin e qenjeve njerëzore dhe vendosjen e dënimeve të përshtatshme për trafikantët e dënuar të qenjeve njerëzore, të cilat duhet të përfshin dënime të konsiderueshme me burg.